Kuba pretendon se vrau 4 persona një motoskaf amerikan pas një konfrontimi. 4 personat që u vranë nga roja kufitare kubaneze në bordin e një skafi me targat Floridës, rezulton se kishin lindur në Kubë, po jetonin Shtetet e Bashkuara, bëri të ditur ambasada kubaneze. Sipas autoriteteve tavanës, mjeti lundrues syri në ujërat territoriale të vendit në atë që u cilësua si një tentativë infiltrimi armatosur me qëllime terroriste, çka solli ndërhyrjen me armë zjarri nga forcat kufitare. Në bord ndodheshin 10 persona të armatosur, ndërsa autoritetet kubaneze pretendojnë se janë gjetur pushka automatike, pistoleta, kokteje molotov dhe armë të tjera. Nga viktimat është identifikuar me emër Michel Ortega Casanova, ndërsa emrat e 3 të tjerëve të vrarë nuk janë bërë publik deri tani. 6 plagosurit që mbijetuan për plasjes janë Amihail Sanchez González, Leonard Enrique Cruz Gómez, Conrado Galigo Sariol, Jos Manuel Rodríguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara dhe Roberto Azcora Consuegra. Ndërkohë një tjetër shtetas kubanez, Daniel Hernández Santos, është arrestuar në territorin e vendit pasi sipas Havanës ishte dërguar nga Shtetet e Bashkuara për të pritur personat e armatosur në breg dhe dyshohet që ka pasur rolin e tij në operacion. Ambasada kubaneze deklaroi se 2 nga të plagosurit, González dhe Gómez, ndodheshin në listën kombëtare të personave të kërkuar për përfshirje në akte terroriste brenda dhe jashtë Kubës. Megjithatë, një zyrtar i tha New York Times se personat në skaf mund të kenë qenë duke tentuar të largonin familjarët e tyre nga Kuba, duke hedhur dyshime mbi versionin zyrtar të Havanës. Për shtetësinë e personave në bord, Departamenti i Shtetit i referua deklaratave të mëparshme të sekretarit Marco Rubio, i cili premtoi se SBA do të zbulojë saktësisht se çfarë ka ndodhur.